Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka përfunduar për llogaritjen e dëmeve të vitit kaluar që janë shkaktuar nga vatrat e zjarit. Sipas kësaj agjencie, dëmi në fondin pyjor dhe kullësor arriti në 77 milion euro gjatë vitit 2025. Vlora u rendit si qarku i parë me dëmin më të lartë të shkaktuar nga zjarret. Dëmi nga zjarret në Vlorë ka shkuar në 41 milion euro, ose siç për llogaritë ndryshe, qarku i Vlorës mban 53% të faturës së dëmit të shkaktuar nga flakët në rang vendi. Periudha kohore që ka pasur më tepër vatra zjarri në qarkun e Vlorës ka qenë maj-tetor, ndërsa muaji më i zjarrt ishte koriku. Sipas përllogaritjeve në qarkun e Vlorës janë ndjekur në total 10,2 mijë hektar. Bashkitë më të prekura kanë qenë ato të Vlorës, Delvinës dhe Finishit, ndërsa vatra të shumta zjarri ka pasur edhe në Sarand, Selenic dhe Imar. Bashkia më me pak dëme ka qenë ajo e Konispolit. Si rrjedhoi e zjarreve të vitit kaluar krahas dëmeve në Pyje dhe Kullota, ka pasur dhe 10 banesa të djegura, bakti të cilat kanë ngordhur nga flakët, si dhe persona të lënduar mes të cilëve edhe efektiv policie dhe zjarfikës.